hapën në matë, shyrete veluli dhe shkurte feza, pas ka shumë vitesh ftohje. Një pamje rrallë se kanë gjallur interes të madh në publik, shyrete veluli dhe shkurte feza, dy prej emrave të mëdhenj të muzikës popullore shqiptare, janë parë sot në një vend pas shumë vitesh ftohje të njohur në publik. Ngjarja ka ndodhur në Moshtisht, në rastin e përburimit të shtëpisë së kulturës, në praninë e kryetarit të komunës së Suarrekës, Balino Arremaj, si edhe këngëtarës tjetër të njohur nga i njëjti fshat, Remzia Osmani. Shyretja dhe shkurta ndodheshin shumë pranë njëra tjetrës gjatë periudhës simbolike të shiritjet, por pa asnjë shenjë komunikimi mes tyre, as për qafim, as për shëndetje. Thjesht hiqje e ftoftë, por një prani që vetë u bëri me shumë zhurmë se çdo fjalë. Ky moment i veçantë nënkupton potencialin e një ndjenje të ri, ndoshta përmirësimi i marrëdhënieve që dikur ishin të tensionuara. Për t'u informuar për lajmet më të reja, klikoni butonin subscribe.